trajnimeve që organizon Qendra ABA. Sot do të flasim për vendosjen e diafragmave me qëllim marrjen e një produkti ose lehtësimin e punës tonë. Diafragma ose thënë ndryshe mëm penguesja është me dimensionet paracaktuara, janë të fabrikuara të gjitha. Ato që janë për qysh do t'i ulim gjitha në pjesën e poshtme. Për gjetur mëmën me qëllim që mëma të zbritet poshtë, nëse është lart. Sa zonat Shqipërisë nuk e aplikojnë mëm penguesen, por e lënë pjelljen që të vazhdojë edhe lart, por pasi kemi gjetur mbretreshën, e vendosim në pjesën e foles. Sistemojmë gjitha kornizat. Dhe pas sistemimit gjitha kornizave vendosim diafragmën. Falenderuar që ndiqni trajnimet e Qendrës ABA. Ju kujtojmë se Qendra ABA ka një rubrikë që quhet rubrika Pyesni ekspertin. Në çdo moment ju mund të pyesni në këtë rubrikë.